Shokët e mi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Si jeni? Si po kaloni? A din ndonjëri prej jush se çfarë do të thotë fjala abdes? Po, ju lumt. Fjala abdes ka kuptimin e pastërtisë. Islami ligjësoi për ne abdesin para çdo namazi. Prandaj kam ardhur sot që të mësojmë së bashku se si të marrim abdes. Me kuptuat? Përpara çdo abdesi duhet të themi Bismillah. Pastaj të lajmë duart tona mirë 3 herë, duke kaluar ujin midis gishtërinjve tanë në këtë mënyrë. Pastaj fusim ujin në gojë për ta larë atë sa më mirë në këtë mënyrë 3 herë. Një pjesë të ujit e fusim edhe në hundën tonë për ta nxjerrë atë përsëri dhe këtë gjë e bëjmë gjithashtu 3 herë. Pastaj lajmë fytyrën tonë mirë në këtë mënyrë 3 herë. Larja duhet të përfshijë fytyrën nga veshi i djathtë deri në veshin e majtë dhe nga pjesa lart e ballit deri në fund të mjekrës, siç e shihni. Pastaj lajmë krahët nga majat e gishtërinjve deri në bryla. Në këtë mënyrë 3 herë. Fillojmë fillimisht me të djathtën, pastaj me të majtën. Pastaj i japim mes kokës sonë 1 herë, nga fillimi i saj deri në fund. Pastaj nga fundi deri në fillim të saj, siç e shihni. Gjithashtu, mjafton që të japim mes vetëm nga fillimi deri në fund, nëse floku është i dendur. Më pas, fshim veshët tanë 1 herë, nga brenda dhe jashtë, me të njëjtin ujë që i dham mes kokës. Më pas, lajmë këmbët mirë deri në nyje 3 herë. Në fillim, lajmë këmbën e djathtë, pastaj të majtën. Në këtë mënyrë, shokët e mi, ne mbaruam shpjegimin e abdesit dhe ka ngelur të mësojmë duan që e thonte profeti jon. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, pas abdesit. E dëgjojmë së bashku. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Tani o shokët e mi, jemi gati për të falur namazin. Allahu ne I pranoft veprat e mira. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju.